Ndërmjet 12 muajve ti shkëlqen si diellin qell, ti e gëzon çdo musliman, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, zim për musliman. Ti e gëzon çdo musliman, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, zim për musliman. Mirë se vjen për botën bar, Zotit ka madhrun Kur'an, që një vit të fresme ardh, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, zim për musliman. Që një vit të fresme ardh, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, zim për musliman. Iftari jonë i përbashkët i lagjës është një kënaqësi e veçantë, sepse tu bëhem me gjithë lagja, dhe është një herë në vit dhe mendojmë që ta bëjmë çdo vit, maksimum që t'i organizojmë të mbledhim gjithë rinin e lagjës, dhe kjo është një emocion i veçantë. Muaji Ramazanit është muaji i Allahut xhaleshani, i cili është i veçantë në jetën tonë. Ky muaj dallon nga muajt e tjerë sepse është muaji i Allahut xhaleshani, i cili është rahmet, është bereqet për ne dhe dallon prej muajve të tjerë edhe nga aspekti familjar, nga aspekti bashkimit në sofrat tona, sepse jashtë Ramazanit ne ham secili nga ne ham ndryshe ham mëngjesin, drekën e kështu me radhë, ndërsa në Ramazan na bashkojnë syfyret, na bashkojnë iftaret tona. Çka ju pëlqen më shumë prej Ramazanit? Më shumë ti më prej Ramazanit më pëlqen kur vim taravi, plot fëmijë me iftar, më plot kënaqësi, mbledhemi bashk e kështu. A çka presun mas shumti nga ky iftari? Si e mbani mend Ramazanin kur keni qenë të ri? Na dikur Ramazanin e festojshim ashtu si fëmijë, që ka ndodhur ka një kohë të gjatë. Ishte shumë kënaqësi, si fëmijë mbaj mend, binte lodra. Ishte një ndryshim i madh me atëherë, kështu që kënaqësi e madhe ishte, edhe megjithëse ishin kohëna të tjera. Muaji Ramazanit është një prej muajve më të mirë, të cilët i ka krijuar Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelalu. Me thonë është sultani 11 muajve, dhe gjatë këtij muajit të Ramazanit gjithçka ndryshon. Pikërisht tash ne jemi momentalisht në iftarin e 18 apo 19 Ramazanit në muhallën tonë, dhe kjo bëhet vetëm një herë në vit. E kjo është ajo mirësia e Ramazanit, e cila na mundson ne që mund ta organizojmë një gjë të tillë, në përndryshe jashtë Ramazanit kjo gjë nuk bëhet. Ramazani është dhe muaji në të cilin Allahu xhaleshanu zbriti Kur'anin, dhe fama e Ramazanit është muaji te Kur'ani. Kur'ani e bëri që Ramazan pjesë i rëndësishëm, dhe ne në 10 muaj të Ramazanit ne festojmë ditëlindjen e Kur'anit, dhe festimit e ditëlindjes së Kur'anit ne në mënyra të ndryshme mundohemi që Ramazanin ta presim në mënyra të ndryshme dhe iftare të ndryshme. Dhe kështu që ky Ramazan neve na mundson, dhe gjithë Ramazanit tjerë na mundson që nga më tepër të afrohemi Allahu xhaleshanu, të kërkojmë falje nga Zoti, dhe Allahu xhaleshanu pa më dyshje se është ai i cili na i fal neve gjunahet, dhe është ai i cili do të na furnizojë me të mirat në këtë botë dhe në botën tjetër. Agjerim të pranuar dhe me fat Ramazani.